5 maj, vdekja Napoleon Bonapartit. Ngrirur për vendin tuaj. Është paradoksale që një vend i dobët i Europës perëndimore si Gjermania akuzon presidentin Trump që nuk ka strategji lidhur me luftën në Iran. Çfarë strategjie ka Merz, vendin e cilit po e kontrollojnë islamofashistët të ardhur nga vendet e lindjes mesme. Gjermania nuk ka kufi. Gjermania ka braktisur centralet bërthamore për energji, qymyrgurin, për energji, naftën, dhe ka shkuar majtas në mënyrë radikale tek ajo që quhet energjia e gjelbër. 4 vjet që nuk ka rritje ekonomike. Ushtria gjermane është më e vogël se sa ushtria e Izraelit. Kanë qenë dikur 300.000 trupa amerikane në Gjermani përpara viteve 90. Trump ka hequr 5.000 nga 36.000 trupa thjesht për të treguar që nuk mund të gjykosh dhe të akuzosh superfuqinë e botës ndërkohë që tregon dobësinë tënde. E majta amerikane, Partia Demokrate, që në fakt janë socialist demokrat, janë kundër zotit Trump. Në kohën kur luftojnë në Vietnam, të gjithë amerikanët ishin me qeverinë. E majta sot është kundër Trump. Ata duan që ai të humbas. Thonë që s'ka strategji, por Trump, administrata e tij, e tha qartë qëllimin. Nuk do të lejojmë mëtutje pasurimin e uraniumit, do të shkatrojmë raketat dhe flotën e dronëve, do të ndalojmë ndihmën ndaj Hamasit dhe Hutit dhe do të shkatrojmë regjimin. Duket se Trump po realizon. Çdo ditë Irani humb $500 milion nga bllokada. Natyrisht që ushtria amerikane është e gatshme dhe mund godas. Nuk ka nevojë të bëjmë shumë se ç'bëri Bill Clinton ndaj Serbisë, të shkatrojë centralet energjetike, urat, rrugët dhe fitoria është për Amerikën.